U rikthyem sërish në studio për të vazhduar gjithmonë në pjesën e dytë të emisionit me të ftuarit tanë. Aktivitetet malore po shndrohen në një alternativë gjithnjë e më të preferuar për qytetarët, duke bashkuar sportin, natyrën dhe shoqërinë. Dhe sot me mua në studio do të flasim pikërisht për këtë aktivitet malor dhe me një ndër themeluesit e parë të shoqatës malore Kroji, që mbetet një ndër grupe që vazhdon të promovoj kulturën e ecjes dhe rëndësinë e ruajtjes së natyrës. Dhe sot me mua në studio kemi zotrin Asip Ajvazi. Mirë se erdhët, i nderuar, në emisionin e mëngjesit Ritmi i ditës. Mirë se u gjeta. Përshëndetje për ju dhe stafin e juaj. Është kënaqësia ime të prezantoj aktivitetin e shoqatës tonë edhe të bjeshkatarisë në përgjithësi. Të flasim një herë në fillim se si fillon një ditë e jotja, si një bjeshkatar, si një alpinist. Është vërtet se për me mbajt një bjeshkatar një kondicion, tjetë i kondicion, du të bëj ecje. Unë më thëmë gati se çdo ditë, dalin e mëngjes, bëj ecje 5 deri 6 kilometra. Në vendlinjën tim atje ku jetoj. Për ndryshe, aktivitetet e shoqatës janë çdo të diel. Edhe besoj se gjithkush që do ta praktikojnë këtë, do të ndihet shumë më mirë, jo vetëm që të jetë i gatshëm në ecje, por edhe në jetën e përditshme që të arrijë shëndetin. Të flasim pak për shoqatën malore Kroj, kur është themeluar, sa antar janë në këtë shoqatë? Kështu, shoqatën Kroj kemi themeluar një grup, themi bjeshkatarësh me vite që jemi marrë me këtë sport. Ku ju jeni një ndër themeluesit e parë, të themi kryesor. Kryesor, jo, sa i përket bjeshkatarisë, jam një ndër themeluesit e shoqatës së parë bjeshkatare në Shkup. Është themeluar në maj të vitit 2014. Edhe mandej ka rrjedhur aktivitetet e bjeshkatarisë, komuniteti bjeshkatar ka shkuar duke rritur, po me disa ndërprerje ose pengesa. Për ndryshe, shoqata jonë është regjistruar në këtë regjistrin qendror me 27 qershor të 2024. Sa antar jeni konkretisht në këtë shoqatë? Për momentin antar kena 48. Prej tyre aktiv jemi në ecje të 10, 15 deri 20. Shkaku se kemi antarë të cilët janë në mërgat, punojnë jashtë, kemi një numër konsiderueshëm, diku 7-8 prej tyre, 4 janë në Austri, 2 janë në Gjermani, 3 janë në Zvicër, të cilët mezi presi kur vinë, na bashkangjitën në ecje. Të ju bashkangjitën, çfarë moshe kanë zakonisht antarët në këtë shoqatën e juaj dhe të themi me një çfarë mënyre sa është edhe interesimi i të rinjeve për të qenë pjesë e kësaj shoqate? Ose për këtë lloj sporti? Për këtë lloj sporti diçish ende të na nuk është e zhvilluar ashtu si duhet, sa duhet. Të them të drejtën, shoqata jonë është një ndër shoqatat me moshë më të re antarësie. Të gjitha shoqatat tjera kanë një numër shumë konsiderueshëm me moshë, mund të mbi 50-60 vjeçare. Na e bëm një analizë edhe e vërtetuam se shoqata jonë mesatarisht mosha 45-46 vite. Që thot se jena shoqat me moshë më të re antarësie, duke filluar prej mosha 9 vjeçare e deri në 65 vjeçare. Sa është interesimi, të themi, edhe i gjinisë femrore për të qenë pjesë e këtij lloji sporti? Po, këtu ngecmi, për arsye folim në përgjithësi, na në shoqatën tonë kemi 6 femra, që edhe shoqata tjera rrallë ka që i posedojnë gjinin femrore. Tentimet tona janë, na dje kemi pas një aktivitet me nxënësit e shkollës fillore të fshatit Bukuj Qeminduraku, ku me gëzim dhe me kënaqësi kemi pas 35 nxënësa të klasave 9. Pra moshën që jam atë pjekun, edhe kemi bën një ecje në një shtek
mesatarisht thënë i lehtë, dikund i kemi përshkua 14 kilometra. Besoni prej vetë asaj ngjitje ecje që kemi bën, 3 antar janë aktivizu më njerë, janë antarësu në shoqatën tonë. Në shoqatën e. Javën e ardhshme, këtë diell, pra me 31 maj, kemi caktue të bëjmë ecje me nxënësat e gjimnazit Sarajt, shkollës mesme Sarajt. Jemi në kontakt me drejtorin, kemi nënshkruajtur me memorandum bashkëpunimi me profesorët e edukatës fizike që njëri apo 2 janë ishtë nxënësit e mi. Do të shkojmë dhe të bëjmë ecje, vizit në kamion, fshatin kamion, 8 ujvarët e kamionit. Është bën një atrakcion, është një shtek jo i gatë 2 km deri në 3, po ati përshkohen ose janë 8 ujvare. Si e vlerësoni rolin që kanë sot shoqatat malore në promovimin të themi e jetës së shëndetshme dhe largimin e të rinjeve të themi nga rutina e tyre e teknologjisë, duke pasur parasysh se jetojmë në epokën digjitale teknologjike? Shiva, unë jam i kënaqur në kuptimin kohën e fundit, këtu në Maqeni ka fillu të rinjallët bjeshkataria. Në Maqeni e Veriut, të themi, shoqatat shqiptare, na kemi bën union, kemi formu unionin e shoqatave shqiptare në Republikën e Maqenisë së Veriut. Në atë union janë antarësuar 11 shoqata. Edhe gradualisht numri është duke u rrit, edhe përfshirja e popullatës, themi në një moshë pak më të thellë, për ndryshe të rrit është më vështirë me i përfshi, po duhet me punun këtë drejtim, sigur që na kemi planifikuar në planin tonë vjetor që të bëjmë ecje me nxënësat e shkollave. Kjo ishte hapi i parë që e bëm dje, do të bëjmë edhe me të gjitha shkollat fillore në komunën e Sarajt, që ti nxjerrim në natyrë për shkak se edhe vetë ato e vërejnë se është diçka shumë e dobishme, nuk o vetëm ecja, po shoqëria, socializimi, njohja me ambienti, me objekte të ndryshme. Çfarë mesazhi doni të përcjellni tek të rinjët përderisa marrin pjesë në këto aktivitetet që i organizoni në bashkëpunim me shkollat? Mesazhi do të jetë cila do qoftë shoqat që organizon ecje, po duhet të pranojmë këtu e theksojmë se nuk është edhe lehtë të organizohet. Na ishmi me 35 nxënës. Javën e ardhshme kemi 50 nxënësa. E dini ju nxënësat që janë sot, janë të gjithë dhënët mbas teknologjisë, edhe kur dalin në natyrë është pak vështirësi. Për ata paraqet vështirësi, por ndryshe vjen duke u rrit numri. E kanë vërejt vetë edhe janë bindë se jeta urbane edhe jeta teknologjike vetëm shkon në dëm të tyre. Kështu që natyra shumë çka ofron për ato. Mjafton shembull ti të bësh një ecje në gjelbrim. Sa është e dobishme për sit, që gjithë kohën i mban telefona me dorë. Do të theme që i pushojnë syt në atë hapësinë, në atë natyrë, në gjelbrimin. Ashtu. Unë ju kisha bërë edhe juve apel, personalisht juve dhe ekipin e radio televizionit të dyshit Shkupit, e janë na përcjellni në një ecje mesatare të lehtë, themi, që mund ta përballojë çdo kushi. Dikun më shkurt ku është dhe nuk kemi fuqi më shumë. 8 kilometra vejt, me besoj se çdo kush mund ta përballojë. Meqense na organizojmë edhe ecje në ngjitje shumë të larta. Para një javë ishmi shoqata jonë në Shqipërinë e Kukës, edhe në gjitë maj më të lartë këtë Gjallicën, që i ka 2487 metra më lartësi mbydetare. Edhe kuptohet, ata ecje s'mund t'i... A është kjo ngjitja më e lartë që keni bërë? Jo. Ajo ishte ngjitje, ne shku me 4 antarë, në bashkëpunim me shokët e mi që i njoh prej kohës si bjeshkatare dhe si guida që janë në Shqipëri. Për ndryshe, unë i kam ngjitë të gjitha majet që janë në Ballkan. Duke nis kulmin e Ballkanit
është maja më e lartë në Bullgari, Musalla, e cila i ka 2925 metra në altësi qytetare. Dhe jeni ngjitur. Jemi ngjitur. Deri atje. Mund të na thuani se sa kërkohet për kushtim dhe disiplinë për të themi për të marrë me ecje dhe aktivitete malore në mënyrë të vazhdueshme? Po kuptohet, duhet për kushtim. Këtu rol të veçantë sa i përket shkollave fillore dhe të mesme, luan drejtori i shkollës edhe profesorët e edukatës fizike. Po sa ata nuk angazhohen, meqense na në një mënyrë atyre ja letojmë realizimin e programit të tyre, se ata vete kanë në programet të tyre ecjen e natyrë, ose qëndrimin e natyrë. Na planifikojmë edhe të bëjmë edhe camping, të qëndrojmë në natyrë. Dhe besoj se do të na bashkangjiten, ka interes, ta përjetojnë atë një mbrëmje të në natyrë, në tenda, në thëmi, e përdorëm atë fjallën, thëmi të flesht, jo në hotel luks, po të flesht në tenda, ku të shofish me mija yllëzi natyrën. Në natyrën. Cilat janë momente më sfiduese të themi që keni hasur gjatë organizimit të ekspeditave apo ecjeve malore? Që në përgjithësi, të gjitha ngjitjet që bëhen mbi 2000 metra takojnë kategorisë me vështirësi të konsiderueshme. Për arsye se mbi 2000 metra malet janë të zhveshura, nuk ka drunj, nuk ka hije, nuk ka rreziqet janë potenciale, sidomos në sinën e dimrit. Po na jemi shoqat që gradualisht fillojmë të pregadismi këta bjeshkatarët e ri që të kuptojnë se nuk mund të ngjiten aty ku ata mendojnë, për arsye se kërkohet pajisje të veçanta, edhe varësisht prej kohës duhet me pas kujdes. Keni dëgjuar edhe lajmet në rrjetet sociale, ka dhe incidente për të cilat përgjegjësia mbetet shoqatës, përgjegjësia mbetet guidës, ai i cili udhëheq grupin. Sa është e rëndësishme të themi puna ekipore në këtë aktivitet, në këtë lloj sporti? Gjithsesi është me rëndësi, vjen mirë që kohën e fundit thash, shoqatët të cilët janë anëtarë të unionit është mbjell të me vëret një garë cila do të organizoje ecjet më të mira, mandej kemi përvjetorin e se cilës shoqate, e cilë është anëtarë e unionit, na shkojmë bëjmë ecjet përbashkëta. Në atë mënyrë e festoni dhe më edhe festojmë po përvjetorin, tash që kena 3 vjetorin e unionit, ku veç është caktuar data me 21 qershor. Këtë vit e ka shoqata bjeshkatare alpiniste Përshevca, fshatit Përshevc. Kështu që çdo shoqat një vit i bjen radha të jetë një koqir i manifestimit të përvjetorit të unionit. A mendoni se institucionet po i kushtojnë të themi mjaftueshëm vëmendje zhvillimit të turizmit malor dhe aktiviteteve në natyrë? Nuk mund të themi si përkushtohet, po kohën e fundit si diçish janë të kuptuar se bjeshkataria ose ky lloj sporti, po cili do sport tjetër, është i dobishëm në kuptimin për shoqërinë. Fëmijët, nxënësit, edhe të moshuarit, nuk është puna vetëm të bëjnë ecje, pati ka socializim, njohuri me natyrën, njohuri me objektet, shoqërohen mes veti, njoftohen, kështu që dobia është e madhe, po për kraja financiare nuk është aq sa na kena nevojë. Është e mira që kohën e fundit po fillojnë edhe donacionet, kemi pronarë të cilët nuk ngurojnë që të ndihmojnë shoqatat bjeshkatare.
Çfarë duhet të kemë parasysh institucionet të themi për këtë sport, sa do pak për të ju dalur në ndihmë? Ndëgjo, tash birokracia gjithkund të na edhe këtu duhet të aplikojsh në kohën e caktuar me program, me projekt konkret, çfarë aktiviteti duhet bësh. Kështu që kemi përkrah, nuk kemi që s'kemi, në vitin e kaluar kemi pas përkrah për komunës Saraj, me një simbolik të themi jo aq e vogël, po edhe jo aq e mjaftueshme për aktivitetet tona. Edhe këtë vit kemi aplikuar, jemi në procedurë që të aplikojmë edhe në fondet të ndryshme të jashtme këtu në Maqedoni dhe në ambasada, por këtu kërkohet një përkushtim dhe një përgatitje e projekteve konkrete. Ata nuk ka previzione sikur që bëjmë ne këtu, ata kërkojnë konkret me të gjitha dhënat për cilin aktivitetet se realizohet projekti që është para parë, edhe besoj se nëse jo ma shumë të arrim një projekt në ta shtim edhe ta fitojmë, do t'jetë për ne shumë ndihmë e madhe. Cilët janë ato projekte? Mund të na zbuloni apo aktivitetet që keni para parë për t'i pasur gjatë kësaj? Po, i kemi konkret 3 projekte. Një është projekt furnizimi i shoqatës me veshje. Mos ta nënkuptojmë në veshje një bulluzë edhe një par po që janë adekuate për veshje, po ka dhe pajisje tjera. Pra, për furnizimin e shoqatës. E dyta është shënimi i shtigjeve në territorin e komunës Sarajit. Nuk do të thotë se nuk ka shënime, ka, po jo adekuate, edhe jo gjithë terreni është i përfshirë me shënim të duhur përkatës. Edhe e treta do t'jetë kamping veror. Do të organizojmë një kamping veror ku do të përfshijmë nxënësat e shkollave të fillore dhe shkollat e mesme. Kuptohet jo kështu në mënyrë masive sikur që e kena realizu djena me nxënësit e shkollës fillore dhe javën që e kemi, por me nxënësat të zgjedhën që do të na i preferojë shembull profesori edukatës fizike shkollës përkatëse, për arsye se kampingi ka harxime më shumë, kërkon një përkushtim, një organizim më të mirë, duhet zgjedh lokacioni, përkraja, duhet ushqim të sigurohet, sigurim të ketë, ka do elemente tjera të cilat duhet në patjetër ti kemi parasysh që mos vihet deri te. A mendoni se në këtë mënyrë, duke organizuar aktivitete javore të themi me nxënësit e shkollave, mendoni se do të rritet të themi dëshira për këtë sport, do të rritet ndërgjegjësimi, vlerësimi për këtë lloj sporti dhe për ta ditë konkretisht se çfarë është alpinizmi apo çfarë bëjnë bjeshkatarët në këtë sport? Po me siguri se ndikon. Dëgjoj, na qëllimi jonë është të ngrem të rrit nxënësat, qofshin të shkolla fillore, shkolla mesme. Të them edhe këtë se edhe shoqata tjera kanë filluar me nxënësit punojnë, ti ngrenë në natyrë. Po duhet bëjmë dallim tash çfarë është ecja në natyrë edhe çka është alpinizëm. Që bjeshkatar të spikatur, i cili do të jetë i përgatitur fizikisht edhe psikikisht të ngjitët në majet mbi 3000 metra në altësi mbydetare. Që thotë se këtu është dallimi. Ndoshta edhe këtu shoqatat deri tash nuk kanë bërë dallim. Nuk mundesh ti të marrësh nxënësat edhe të ngjesish në 2000 metra në altësi mbydetare. Qoftë edhe stina më e mirë të në tashmë pranverë ose verë ose vjesht, mos flasmi dimër. Kur kemi borë, kur kemi akull, aty kërkohet veshje adekuate, e veçantë, pajisje të veçanta. Na i dim ata, i kemi përvojë na drejtime dhe nuk do t'i bëjmë ata gabime që i kemi bërë pak më vite më parë.
Sa keni bashkëpunime me të themi edhe me shoqata tjera, qoftë edhe ato rajonale edhe jashtë vendit? Po, edhe këtë pyetje mi që parashtruhet, na si shoqata, se cila ka bashkëpunim me shoqata si motra në Kosovë dhe Shqipëri. Po, si union kemi një bashkëpunim të veçantë me të gjitha shoqatat në Kosovë edhe Shqipëri, veçantë në Kosovë. Por, bashkëpunimi është në nivelin themi lokal. Edhe shënimi përvetoreve të shoqatave të ndryshme ose shënimin e datave historike. Që në vitin e kaluar kishmi marshin përkujtimor për Bllacën. Kemi shënimin e përvetorit të shoqatave, ditën e flamurit, ditën e pavarësisë Kosovës. Unë personalisht thëm, kam shumë shok, shumë bjeshkatar, bashkëpunojmë me të Kosovë dhe Shqipërisë. U të tregova rastin në anë Gjallic, jemi bashkangjitur grupit të Tiranës prej 25 veteve, por guidën e njohim me vitet e tëra. Kështu që na pranojnë mirë, kemi bashkëpunim të mirë, besoj se ky bashkëpunim duhet të thellohet. Jo vetëm në rastet caktuar përvjetore ose data historike, po do të jetë bashkëpunimi që shemë të bëjmë një ngjitje në mbi 2000 metra. Kemi bashkëpunim unë për veten time majën e Lubotenit, e kam gjitë 3 herë. 2 herë nga ana e Kosovës, 1 herë nga ana e Maqenisë. Edhe çdo herë kur bëjmë ngjitje në terrenin e Kosovës ose Shqipërisë, paraprakisht ne koordinohemi se cila grup, cila shoqat do të marrë pjesë edhe në i bashkangjitimi. Por edhe ata gjithmonë janë prezentu të na kur bëjmë ecje, kur bëjmë përvjetor, kur bëjmë shënimin e... Dhe më thonë merrni pjesë. Edhe preferojnë shumë këtë kanjonin e Matkës për arsye se ofron shumë bukuri natyrore, po fatkeqësisht këtu mungon infrastruktura, ashtu që kemi, duhet punohet në drejtim. Në drejtim. Çfarë duhet të ketë një person të themi parasysh ose cilët janë ato rregullat apo konkrete të themi për një bjeshkatar që ndoshta e ka frikën të mirët me këtë sport, jo ecja, jo nuk do të mundet. Çfarë duhet të kemi parasysh ata? Cilët ato janë ato rregullat konkrete të një bjeshkatari? Falem. Sigurisht se çdo sport i ka rregullat e veta. Edhe bjeshkataria i ka rregullat e veta. Së pari, çdo njeri që do natyrën, do bëj ecje, është mirë të antarësohet në shoqat. Se ne kohën e fundit po shohim grupe që dalin në ecje, në mënyrë spontane, familjare. Keni vërejt kohën e fundit shumë kanë problem njerëzit me mbi peshën, shtypjen, diabetin. Edhe rekomandimet e mjekut janë se cilë thotë bën ecje, di në natyrë, bën ecje, më spaku 5 km çdo ditë ose çdo ditën dytë. Kështu që një bjeshkatar i arshëm të me i cili pretendon, na kemi rastin prej Maqedonie që nuk është ngjitur në majët më të larta të botës, ndërsa në Kosovë ka arrit numri 6, në Shqipëri dikun ka kaluar numrin 10. Kështu që rekomandojmë të gjithë të rritë, na bashkangjiten, jo neve si shoqat, cilë do qofë shoqat i cilë i takon ati rajonit ku jeton. Rregullat janë jo strikte të themi, po disiplina para se gjithash është më rëndësi. Të respektojnë ato rregullat e ecjes. Në i thëna guido ose udhëheqësi i grupit, të caktohet, një që do të udhëheqë, një do të jetë në mes, një do të jetë në fund, i cilë do të përcjellet të fundit, asnjëri mos në mes e mbas atij. Mandej, me veshjet të jenë përshtatshme për ecje. Shemot është vera, është temperaturat janë të larta,
duhet këtë veshje adekuate, këtë syza mbrojtje ndaj diellit, pkuc ose na që themi adekuate për ecje, për arsye se po se ti nuk posedon pkuc të mira, mos themi të brend botror, po pkuc të cilat të flen koma, mos kesh problem gjatë ecjes. Këto janë ato rregullat të cilat besoj se çdo kush mund t'i përballon. Zotëri Asipi, në fund, cili do t'ishte mesazhi juaj për gjithë ata ndoshta që hezitojnë për të marrë pjesë në një ecje të tillë në natyrë dhe pse duan të jenë pjesë e shoqatës malore Kroj? Apeli im do t'jetë çdo njeri sot ka nevojë dalë në natyrë. Natyra është burimi i jetës. Kënaqësi është e veçantë kur ti e merr një grup nxënësa ose të moshuarit që ndihet i lodhën atë ditë që bën ecje, por të nesërmën komenton, ishte kënaqësi, pam ujvare, pam këtë, pam atë, që asnjëherë ai ndoshta s'ka pas mundësi të t'i vërejnë ato gjanët, ato bukurinë natyrore. Ne ishmi në javën para 2 javë ishin në Dobrosht. Ata bën promovimin e ujvareve. Ujvaret të cilët kanë qenë të pazbuluara. Kështu që apeloj të gjithët, sidomos gjeneratat e reja, po edhe të moshuarit, të cilët kanë nevojë të ruajnë shëndetin, le të bashkangjiten shoqatave. Na jemi ata të cilët sado pak jemi, mos themi profesionalista, po jemi me përvojë shumë vjeçare që dim ti kanalizojmë ata nevojat e tyre, të bëjmë ecje të përshtatshme për moshën, edhe besoj se mesën të kënaqshëm. Ju faleminderit edhe njerë që ishit pjesë emisionit tonë në ritmi i ditës. Shpresojmë që ndonjëherë do të kemi edhe ne mundësim për të parë një ditë se si është të ecësh në natyrë, ndoshta me një ecje pak më të shkurt, jo as shumë gjatë sepse nuk besoj që do mundemi ne, ashtu nuk jemi të mësuar. Ju faleminderit edhe një herë. Faleminderit edhe juve, urdhoni jeni të mirëseardhur, të na përcjellni edhe me ekipin e juaj të jemi në terren. Ju faleminderit shumë. Faleminderit nga ana juaj. Shikues të nderuar, shkojmë një pikë muzikore dhe rikthehemi sërish në studio për të vazhduar edhe më tej me musafirin ton të radhës. Qëndroni me ne.